keni ardhur një tjetër video këtu në kanalin tim. Ne jemi të një udhëtim. Angela, keep going. Ditore për në Great Wolf Lodge. Është një park me ujë brenda, domethënë është me ujë të ngrohtë. Edhe kishim premtuar Alesios për ditëlindjen e tij, po nuk arritim dot të kurrë që të shkonim. Kështu që erdhëm sot. Where is Angela? Vieni su mamma. Vieni The Great Wolf Lodge. Okay. Erdhëm tek doma, kjo është hyrja, ka një sifon closet këtu. Nuk e bëhet ta gjëra. Kjo është pjesa e pasqyrës. Pjesa e banjës është këtu. Doma e fëmijëve. Edhe është kështu si në formë pylli. Ka dy bunk beds. Një lartë, një poshtë, domethënë, një komodin të vogël, ka një sipun dritare këtu, dhe pastaj duket sikur është në pyll, domethënë, i gjithë pamja këtu. Shumë nice. Pastaj këtu kemi makinerin e kafes, që sigurisht nëse do që të bësh kafe duhet paguash, right? Ekstra. Kjo është si pun komodine këtu, ka një frigorifer të vogël, që nuk ka asgjë brenda. Pjesa e televizorit. Është një tavolinë e vogël me dy karrige, mbase për të ngërë mëngjesin ose ku ta di unë. Kjo e bazhuj me këto detajet kështu të pyllit. Këtu kemi pame me pemë. Pastaj një divan i vogël, një tavolinë në formë thesari. Edhe pastaj kjo është pjesa e krevatit, që ne e bëm pak rëmuj në fakt, po it's okay. Shtriva Angela. Nothing. I love you. Mirëmëngjes nga dita tjetër e këtij vlogu. Sot është ditë e hënë, sigurisht unë mora pushim nga puna, gjithashtu dhe Aleksi. Edhe jemi akoma këtu tek hoteli. Kemi check-in në orën 11 dhe pastaj në fakt tani do të bëhemi gati që të ikim të mëngjesin dhe pastaj do të kalojmë ditën përsëri në pishinë dhe pastaj do kthehemi në shtëpi. Vetëm një natë ishim këtu. Kaluam shumë bukur, fëmijët do kënaqen shumë. Të flas pak për këtë eksperiencë në Great Wolf Lodge, në rast domethënë se njerëz të tjerë që jetojnë këtu duan që të shkojnë. Në qoftë se shkoni në ditë jave, sigurisht që sigurisht që biletat janë më të lira, kurse në qoftë se shkoni Angelo. Kurse në qoftë se shkoni në ditë për shembull që shkolla është pushim ose thjesht që është një fest, sigurisht do e paguani 2 fish. Ne po shikonim për pushimet e shkurtit, edhe ishte bileta diku tek mund shkonte domethënë tek $5 nata. Kështu që nuk ja vlen të vish me aq shumë shtrenjtë. Ju rekomendoj që nëse do të vini, hajdeni në ditë jave ose për shembull si të diel që erdhëm neve që nuk është se ka ndonjë festë ose ndonjë gjë. Edhe mund të kaloni edhe të hënë këtu të merrni një ditë pushim nga puna, sigurisht nëse doni të bëni. Pastaj ka shumë ky vendi ku jemi neve këtu domethënë është i lidhur me kazino.
Dhoma është shumë e pastër edhe po thoya që këtu tek vendi ku jemi neve është lidhur me një kazino dhe është area që kanë bërë, domethënë quhet Creative Lodge. Dhoma ishte shumë e pastër, përveç një gjë nuk më pëlqeu jashtëkët, mua në fakt nuk pëlqen asnjëherë jashtëkët në për hotele sepse janë tepër të lartë dhe shumë të parahatshëm. Nuk e di pse nuk marr jashtëkën tim nga shtëpia në fakt, sepse nuk kam flitur fare gjithë natën. Vetëm për shkak të jashtëkut, domethënë. Gjithsesi, tjetër gjë që doja t'ju thoja është ka restorante domethënë rreth rrotull këtu, si mund të shkosh domethënë është 5 minuta larg nga kazinoja, mund të shkosh aty që të hash një darkë ose një trek, mëngjesin, whatever. Edhe gjithashtu ka edhe restorante këtu rreth rrotull. Kjo ndërtesa këtu është goxha e madhe. Edhe në darkë pastaj pasi del nga pishina, domethënë nga parku I ujrave, këta bëjnë aktivitete të ndryshme, për shembull dje bën një dance party, mund të bëjnë story time, sjellin aty bubbles, edhe një gjë tjetër që nuk më pëlqeu është sepse bën dance party, por ishte një zotëri që solli aty si punë bubbles, domethënë makineri për bubbles, edhe ato duhet I blije, sigurisht që duhet I blije. Ishte $40 për një nga ato, kod pa lidhje domethënë, që fëmijët do përdorin 2-3 herë dhe pastaj do e hedhin. Dhe kjo që nuk pëlqen domethënë që, okay, nëse fëmijët do luajnë aty, do bëjnë gjëra, domethënë sigurisht e bëjnë për të përfituar, po thjesht jepja u fëmijëve të luajnë aty në momentin që po bëjnë dance party dhe pastaj merrin mbrapsht, përse duhet ta bleja $40 atë $40 lesë, $40. Angelo I thon $80 për të marrë një bubble machine, kod pa lidhje, domethënë gjithsesi. Kjo është gjëja që nuk më pëlqeu. Pastaj përsa I përket gjithë gjërat e tjera ishin okay. U kënaqëm, tani thash do ikim të ham në mëngjesin dhe pastaj do kalojmë ditën në pishinë dhe do kthehemi në shtëpi sepse nesër jemi në punë. Kështu. Yes. Because you guys can't be by yourself because you can't swim. I'll go play a wife that straight. I know what time it was. Daddy, Yeah, listen. let your knees These touch are yours. like this. Yeah, not like Yours? That's makes it a little small. Hmm? Makes it a little small for Angela. No, we can swim. Oh, Yeah, that's small. Real cute. Yeah. Wear your shoes. Wear your shoes so we can go. Alessia. Are you guys having fun? Are you having fun? Yeah? Nice. What is this? Don't do that. You're gonna get hurt. Look at the lazy river.
Venti? Çfarë po Venti? Çfarë po bën Angela? Angela. Mommy, I need some tape too. Syri bukur. Mommy, I need some tape. Okay. Can you give me some? Not falling. Because it's in the table. Isn't that nice? Yeah. I need some scissors too. Why? No, you can cut that with your hands. Do it like this. Oh, no, don't do it. Don't do it yet. Mirëmëngjes, një tjetër ditë. Ne jemi gati për të dalë, siç edhe mund ta shikoni si ditë e diel që është. Xhiro nuk e di se mbase do shkojmë në ndonjë done të marrim kafe, pastaj do nxjerrim fëmijët të shpijëm në një park lojrash. Kësmet, do bëjmë këto lloj gjërash, pastaj ndoshta do shkojmë në Walmart sepse na duhet që të marrim disa gjëra për shtëpinë, si puna e kolinozave, milva, edhe gjëra të tilla domethënë. Dhe pastaj do të bëjmë në shtëpi, do shkojmë në një film, në një gjë kështu. Kështu që tani plani do i marrim me vete edhe të ikim bashk në për t'ju marrë me vete për gjitha gjërat që ne vetë do bëjmë sot. Guys, look how beautiful it is. Erdhëm në shtëpi njerëz. Unë thash që do i merrem me vete, por sapo dolën nga shtëpia, mu fik telefonin sepse si budallash jam, nuk e vura në karikim gjatë ditës, gjatë natës, gjatë mëngjesit, nuk e di domethënë pse nuk e vura, po shigjis filmova ca gjëra domethënë me telefonin e Aleksit, por jo shumë. Po që thoni ju që është mirë domethënë të po thoja, ndërkohë që do bëj sot për dreka pilaf me kopan kapule. Edhe flaste juve. Po thoja se më ndërpreu Aleksi domethënë kur çfarë. Është mirë që ndonjëherë kur del për shembull të mos e kesh telefonin e vete, sepse sidomos unë për shembull që bëj YouTube dhe mundohem që të bëj foto për fëmijët, për veten tonë, por edhe thjesht për të xhiruar video për një YouTube, është mund mos duket e lodhshme, por është paksa e lodhshme edhe ndonjëherë edhe e bezdisshme për të tjerët. Dhe sot për shembull që nuk e kisha telefonin, unë diva shumë herë më e relaksuar edhe kalova shumë kohë domethënë me fëmijët, me Aleksin, sepse atë po i thoja edhe atij, shiko sa mirë është, duhet ta bëjmë këtë të paktën një herë në javë, domethënë kur dalim gjithë bashkë, telefonet i lëm në shtëpi edhe të mos i përdorim fare. Po gjithsesi, tani unë duhet të nxjerr ca kopankat e pulës nga frigoriferi, i kam nxjerrë nga frizeri dje dark. Edhe të bëjmë drekën, sepse është ora po vete ora diku 3, neve hëngrëm, shkojmë në Dunkin, mora një Dunkin refresher, kjo është me ananas më duket, edhe me protein milk. Ishte e mirë, pak sa e ëmbël, domethënë, por e mirë, jo keq. Aty në Dunkin nuk ju mora dot me vete. Gjithsesi. Që pres për vajin dhe për gjarpin që të skuqe, po ju tregoj pak. Oh my god, ky telefon më shpëndi. Po ju tregoj pak veshjen time. Është një veshje super e thjeshtë. Këto pantallona që janë kështu vinë të gjëra nga fundi. Këtë bluzën e kam marrë në Walmart. Edhe është bluzë e thjeshtë bazike me këtë jakat kështu që nuk është shumë e hapur, por as shumë e mbyllur, edhe unë i kam shumë qef këto lloj bluzash. Kam marrë edhe një tjetër që besoj do të ma keni parë. Është në ngjyrë vishnjë ose burgundy, si mund ta quajmë ndryshe.
është shumë e rehatshme, shumë e thjeshtë, e ngrohtë dhe flokët i kam bërë kështu, domethënë edhe flokët thjesht, sepse më duhet në fakt i lyej, por duhet që të marr developer edhe këtë varsin që e kam të re, domethënë është super e bukur. Edhe kështu. Mirëmëngjes njerëz nga dita tjetër. Kohën e kemi me super diell sot, megjithëse ka 2 ditë sikur jetojmë në Alaskë. Pse do të thoni ju, sepse ka 2 ditë që bie dëbor pa pushim. Edhe është mbushur për jashtë, nuk e di domethënë. Do ju tregoj pak më vonë edhe ti e bëri Aleksi edhe një kështu një burr bore ose një babaj gjysh bore, nuk di se e quajmë ndryshe. E bëri goxha të madh, në fakt dolëm aty bëm ca foto, do t'ju lej ca foto kështu këtu. Edhe tani unë jam duke bërë diçka për mëngjes për Angelon, në fakt është ora 11. Por ai kur ngri kështu yes Angelo. Ti po thoja se s'më la Angelo, i bëra desha që të bëja vajzat të salcice në mëngjes, por nuk deshi që të hante ato, deshi që të hante cereal, nga këto cornflakes ose nuk e di si i quajnë ndryshe, po që desha të hante ato edhe këto nuk ja prisha ta shkaj e ba. Kështu që tani është duke parë diçka në televizor edhe më kërkoli që të hante vezë edhe salcice. Sepse Angelo është nga ata persona, më thënë që ha mirë ushqim, domethënë. Edhe nëse ha për shembull vetëm cereal në mëngjes, sigurisht që do kaloj 1 orë ose maksimumi 2 dhe do të kërkoj që të haj diçka të shëndetshme, sepse nuk e di kështu funksionon trupi i tij. Kështu që po të hënë. Nuk jam punë, sepse është ditë pushimi, është Martin Luther King Day. Më në shkollë në vijemi të shumë të gjithë domethënë, edhe Aleksi është pushim, nuk po ka dalë për jashtë me të mirë, me Aleksia. Është pastrojmë borën sepse ka rënë goxha. Dhe pastroj unë kam bërë një gjellë me tavë me patate këtu, për ta bërë të prek, jo tavë, gjellë me patate të mish. Edhe pastaj do vikim në Walmart, sepse na kanë mbaruar gjitha gjërat, domethënë jo detergjente, jo polinozi, sapun i duar, dhe gjëra të tilla që nuk funksionojnë për higjiena. Edhe do kanë nisur të janë sot, që nga një do ike që bëjnë një punë shtëpie, ndërkohë që Aleksi është të pastruar, në mënyrë që kur të ikim pastaj ta shtëpinë e rregulluar. Nuk e di se si funksiononi ju, por unë kështu funksionoj. Nëse nuk e kam shtëpinë e pasur kur vi në shtëpi, nuk e di po më jitën si një lloj ankthi, domethënë dua që të vi këtu e pastaj të pastroj këtë, të pastroj atë. Nuk thjesht nuk i do domethënë pa pastruar shtëpinë. Kështu që këtë gjë do bëj tani edhe juve sigurisht më ndiqni në ditën time. Bëja pak të blerin më të fundit që ka marrë Aleksi. Janë këto 2 tavolina që shikoni këtu, edhe janë shumë praktike, kanë edhe dritën sipër, thjesht duhet ta vendosësh në prizë, me thënë, por që vinë tavolinat e karige bashkë, të dyja i mori për $100. Dhe shikoni se sa të mira që janë, sidomos për moshën e Alesios, që e përdor për të bërë detyrat, për të vizatuar, për të lexuar. Këto karigen ngrihen lart kështu edhe ulet poshtë, do t'ja tregoj pak më vonë. Këtu poshtë ka këtë pjesë domethënë që mund vendosësh lapsa, stilolapsa, Alessio sigurisht e ka mbushur edhe me lodra. Është kjo pjesa e dritës tu që mund ta lëvizësh, mund ta vendosësh si të duash domethënë, edhe pastaj ka edhe këtë pjesën që mund ta bësh më thjesht mund ta mbyllësh, është me touch. Këtu që mund vendosësh edhe kompjuter ose tablet, Alessio ka vendosur libra si një person që lexon shumë. Pastaj lapsa gjëra, te tavolina është kjo, dhe tavolinën mund ta
Mund ta bësh si të duash, domethënë mund ta mbash drejt, mund ta ulësh kështu poshtë. Dhe të dyja këto janë një lloj, domethënë. Këtu kanë këtë pjesën, domethënë që mund të vendosësh çeke ose fëmijët kanë vendosur çantat në mënyrë që t'i kenë sa më të organizuara. Edhe janë super praktike, super të lezetshme dhe mua më pëlqejnë shumë. Për çmimin që kanë, domethënë, janë fantastike. Mi veshur, do jemi gati për të dalë. Sigurisht që këto janë shapkat e mia të brendshme dhe nuk do vesh këto, po që jemi gati, do ikim në Walmart sepse na duhet që të marrim disa gjëra si që thash. Kjo është veshja ime, këto pantallonat super të rehatshme që vijnë me këtë V-shape këtu në pjesën e belit. Edhe këtë që e mora për të hedhur në fakt, por që vazhdon më pëlqen. Edhe kështu që e vesha përsëri, sepse kjo lloj bluze duhet veshur në fakt me pantallona ose me xhinse që janë me bel shumë të gjatë, si puna e këtyre për shembull. Por që kështu është e lezetshme edhe në pjesën e mbrojtme, duket nice. Kështu që le të ikim, kam edhe këto syzet e mia kështu. Dhe do ikim. See it smile. Dad, what? Erdhëm në shtëpi dhe këto janë disa nga gjërat që morëm në Walmart. Janë këto disinfecting wipes me limon. Mora këtë pastruesin për fytyrën, doja të merja të ap që përdor, domethënë, por nuk e kishin aty në Walmart, kështu që mora këtë që gjeta, mora këtë sprayin për thinjat. Mora këtë leave-in conditioner. Kam filluar që të përdor këtë firmën e Aussie ose nuk e di se si thuhet kjo, por që më pëlqen, jo se është e keqe, por që dua të filloj t'i kthehem përsëri asaj Moroccan Oil, nuk e di se me sigurt. Mora 2 pack nga kjo Celine për të bërë slime me fëmijët. Yes, Alessio. Now we can make slime. Yes. Mora një këto scrubs për trupin. Kjo është mouthwash për fëmijët edhe ka flavora të ndryshme, fëmijët i kanë shumë qejf këto. Një sekond, Angelo. Mora këto thonjë që më duken shumë të lezetshëm. 2 sapun, një me limon edhe një me kiwi. Mora një mouthwash për veten tonë. Kam marrë 2 Alexi në fakt. Ky është brum për pica, një kolinos për vete, një shampo për Alexin, gjeta këtë ka lip tint, jo tregoj pastaj se si duket, po e kisha parë shumë në Instagram edhe thash të provoj. Morëm nga këto rice pudding, një half and a half për kafe, piceta të lagura, këto pizza që quhen pizza packet, edhe fëmijët i kanë shumë qejf. Edhe pastaj piceta, letra kuzhine, edhe vezë. Gjërat e tjera që mora janë edhe këto që janë për në verë, për kafe, ice coffee domethënë, po duke qenë se i gjeta. Are they bad, Dad? Një sekond, can you please? Yes. Duke qenë se i gjeta, e di që kur vi periudha pastaj e verës nuk kam për t'i gjetur më, kështu që po i mora. Kjo stroja është prej xhami edhe mora një për vete dhe një për Alexin. Duket nice. Edhe është xham, nuk është plastike domethënë. Nuk e mbaj mend se sa ishte një nga këto, po janë nice. Mora pastaj është edhe ky kostumi sportiv, le të themi, tuta me këtë si pun fanelle. Kishte 2 lloj ngjyrash, ishte kjo, ishte edhe një ngjyrë e verdh. Po thash tani për këtë periudhë kjo ngjyra është më e përshtatshme, kështu që po këto mora, edhe materiali është shumë i mirë, shumë i butë, edhe stretchy për mbi të gjitha. Të dyja këto domethënë kjo ishte, secila nga këto ishte $15, so domethënë vajti $30 kostumi.